Në kuadër të 103 vjetorit të krijimit të shërbimit pyjor në zonën e Mnelos Vaudeos, u bë demonstrimi mbjedhjes së rreth 300 fidanëve pish. Drejtoria Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit në Bashkinë Vaudeos është angazhuar për pëllëzimin e çdo zone të prekur nga zjarret, ku në total bëhet fjalë për rreth 35 hektar. Në rastin e 103 vjetorit krijimit të shërbimit të pyjeve në Bashkinë Vaudeos, sot bëjmë një demonstrim për mbjelljen e fidanëve pyjor në zonat ku kena pas zjarret 2024. Në këtë rast, sot kena mbjell rreth 300 fidana pishet. Në gjithë zona e djegur do të rehabilitohet me mbjellje të re të pisheve në Bashkinë e Vaudeosit. Sot ishte vetëm demonstrimi i parë në bëmë me rastin e 103 vjetorit, edhe procesi do të vazhdojë deri në rehabilitimin e 35 hektarëve që kena fut për mbjelljen e gjithë zonës të djegur në ato zona ku janë djeg pisha dhe nuk zëvendësojnë vedin, do të zëvendësojnë me pisha të reja. Dëmet e shkaktuara nga zjarret në masivin pyjor kanë qenë të mëdha, ndërsa zjarrvënia e qëllimshme vijon të mbetet shqetësuese. Shkjau apelon për më shumë kujdes dhe përgjithshmëri nga vetë banorët e zonës. Shqetësimi i djegëve pyjor është shqetësimi i madh për komunitetin, për çdo gjë se shije vetë djegën si është bë. Erosioni si pavan përmytjet, çdo gjë është pjesë e pyllit. Zonën më trashëguar kena këtë zonën e Vignels. Këtu kena djegjet më të mëdha. Kena dhënë sipër në Kagomsiqa, po kjo zona si ka kriju djegjet më të mëdha për 2024. Po derisa s'kena autor qëllimshëm, do të më thonë se në autor s'ka. Kena përfunduar në këtë pozicion pishat, zona jonë, zona më kjo kurora më e bukur si mund të ketë Bashkia e Vaudeos. Mesazhi do t'i thojë komunitetit e rune për vete këtë pyll se kjo është, jo vetëm se është drejtoria e pyllëve, po kjo është për gjithë komunitetin e zonës, kjo është një pasuri si rrallë mund ta ketë kush. Edhe për turizëm, për çdo gjë si ka zona jonë. Ky aksion pullëzimi përbën një hap konkret drejt rikuperimit të masiveve pyjore, të dëmtuara dhe ruajtjes së ekosistemit natyror në zonën e Vaudeos. Pushteti vendor thekson se angazhimi për mbrojtjen e pyjeve do të vijojë edhe në muajt në vijim, ndërsa bashkëpunimi me komunitetin mbetet thelbësor për parandalimin e zjarreve dhe mbrojtjen e mjedisit.